Megjithse është një situatë krize dhe vendet e rajonit na ofrojnë ndihmë me mazut për të kapërcyer situatën e krizës me këtë energjens, autoritetet në Maqedoni thonë se situata është e qëndrueshme dhe se nuk ka nevojë për ndihmë nga vendet fqinje. Bullgaria ka ofruar para ndihmë, por autoritetet thonë se për momentin nuk ka nevojë. Mucunski realizoi bisedë telefonike me homologun e tij bullgar Georgiev. Ministri Mucunski shprehu mirënjohje për ndihmën e ofruar, duke theksuar se për momentin nuk ka nevojë për mbështetje shtesë, sepse situata është e qëndrueshme, thon nga Ministria e Punëve të Jashtme. Ministria e Energjisë Sanja Bozhinovska thotë se qeveria do t'i jap EMV-s rezervat e mazutit derisa fermerët grek të ndalojnë grevan. Si qeveri e përgjegjshme, ne do t'japim pa kompenzim rezervat e mazutit, kështu që unë do të lexoj dekretin, kështu që me vendimin për situatë krize në furnizim me energji elektrike për shkak të mungesës së energjensave, do të thotë se ne do të lejojmë SAEMV të marrë rezervat shtetërore të mazutit. Kështu që natyrisht kur fermerët grek të ndalojnë grevën, ata do të vazhdojnë të furnizohen me mazut, u shpreh Sanja Bozhinovska, ministre e energjetikës. LSDM-ja opozitare kërkoi që prokuroria publike të hapë menjëherë një hetim për humbjet prej 100 milion eurosh dhe të vendosë përgjegjësi dhe pyeti pse nuk u sigurua naftë në kohë. Bllokimet nga fermerët grek dhe vendkalimet kufitare me Greqinë, të cilat vazhdojnë prej javësh, kanë penguar ndjeshëm furnizimin e rregullt të mazutit në termocentralet, duke bërë që EMV t'i kërkojë qeverisë të shpallë situatë krize, që ata të mund të përdorin rezervat nga qeveria e që të shmangin vonesat e prodhimit.